Zgjedhjet lokale në Kosovë pritet të caktohen për datën 12 tetor 2025. Presidentja e vendit Vjosa Osmani pritet që ta zyrtarizojë këtë datë gjatë ditëve në vijim. 12 tetori si datë e mundshme e zgjedhjeve u propozua edhe nga kreu i PDK-s Memli Krasniqi dhe AIAK-s Ramush Haradinaj. Ndjekim deklaratat e Albulina Haxhiut nga vendvendosje dhe Memli Krasniqit nga PDK. Takimi thirrur nga presidentja Osmani, që kishte për qëllim konsultimin me partitë politike për caktimin e datës së zgjedhjeve lokale. Në këtë takim, në vend të kryetarit kryeministrit Albin Kurti, isha e pranishme si përfaqësuese e lëvizjes vetëvendosje dhe sa i përket lëvizjes vetëvendosje, ne paraqitëm qëndrimin tonë, që është jashtëzakonisht me rëndësi që zgjedhjet lokale të mbahen sa më shpejt aq më mirë. Tani nëse zgjedhjet shpallen nesër, është mundësi edhe data 5 tetor, por po ashtu edhe data 12 tetor apo data 19 tetor. Këto ishin 2 apo 3 data që u përmenden më së shumti. Në fakt, shumica e përfaqësuesve apo kryetarëve të partive politike ishin për 12 apo 19, ndonse qëndrimin e paraqesin ata vetë, por sa i përket lëvizjes vetëvendosje, qëndrimi ishte që sa më herët që shpallen aq më mirë, duke pasur parasysh që mund të kemi edhe ballotazh, prandaj edhe duke pasur në vëmendje motin e ftohtë dhe të tjera si këto që mund të vështirësojnë situatën, ne jemi të pajtimit që ato të shpallen sa më herët. Siç e dini, tashmë lëvizja vetëvendosje ka nisur me shpalljen e kandidaturave, gjithsesi aty ku udhëheqim në komunat të cilat ne udhëheqim, kemi bërë të ditur që vazhdojmë me kryetar të njëjtë, pra edhe në Dardan apo Kamenic me kryetarin Kadri Rahimaj, edhe në Podujev me kryetarin Shpejtim Bulliqi, edhe në Shtime me kryetarin Qemail Aliu, sot vazhdojmë me Gjilanin e kështu me radhë, pra shumë shpejt do t'i kemi të gjithë kandidatët për kryetar të komunave. Pra për vetëvendosjen është e rëndësishme që ky cikël të përmbyllet për të nisë apo për të vazhduar me procedura tjera me listat zgjedhore për asamble komunale. Ne sot ishim në takimin që sipas autorizimeve të kushtetuese ka ftuar presidentja e vendit për të konsultuar me partitë politike për shpalljen e datës zgjedhjeve lokale. Sa i përket qëndrimit tonë si Partia Demokratike e Kosovës, unë e njoftova presidentin dhe të pranishmit në këtë takim që për neve gjitha datat janë pranueshme, por preferenca ynë do të ishte sa më herët ose 2 datat që i kam propozuar si preferencë, pa i përjashtuar tjerat janë data 19 tetor apo 12 tetor. Besoj që presidentja ka marrë parasysh, nuk ka shumë dallime të pjesa e datave, as nga partitë e mëdha parlamentare, as nga ato minoritare, dhe pres që në ditën vijim të dekretohet edhe kjo datë, e cila do të na mundsonte pastaj edhe afatet e tjera për shpalljen e kandidaturave të kandidatëve për kryetar në gjitha degët ku garojnë. Zotri Krasniqi, sipas zonjës Haxhiu, keni diskutuar në takim edhe për zgjedhjet e përgjithshme. A jeni edhe ju që të zgjedhjet e përgjithshme të mbahen me një datë me zgjedhjet lokale nëse ka marrëveshje për shpërndarjet ku vend? E para punës ajo që dëshiroj t'ju theksoj dhe që vërtet nuk ishte as pak e mirë, është fakti që nga gjitha partitë e ftuara, vetëm kryetari i lëvizjes vetëvendosje dhe kryetari i listës serbska munguan apo e bojkotuan këtë takim. Mendoj që një takim kaq i rëndësishëm që mbahet në janë 4 vjet, do duhet ishte prioritet, siç është prioritet për neve, por në këtë rast duket se bojkotimin në takimin e presidentes e bën vetëm Albin Kurti dhe Zlatan Elek. Unë nuk po pretendoj që ata e kanë bën marrëveshje, por vërtet lënë të një shije të keq që kjo mungesë. Sa i përket zgjedhjeve të përgjithshme, ju e dini, ne jemi në blokadë institucionale dhe kjo blokadë është pikërisht për shkak të kryenetësisë dhe mentalitetit imponuese autoritar të lëvizjes vetëvendosje, e konkretisht të propozimit të zonjës Albulina Haxhiu për kryetarit të kuvendit, e cila, siç ju kam thënë qysh në fillim, as si ka e as do të ketë votat për më bë kryetare të kuvendit. Dhe mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme brenda një procesi kushtetues, edhe nëse nuk është zgjedhja e parë as e partive as qytetarëve, mund të bëhet e domosdoshme.
Qëndrimi ynë si PDK, ju e dini, ka qenë i ditur, unë kam shku edhe një haptutje, i kam pas propozu edhe datat e mundshme mbajtjes së këtyre zgjedhjeve, por tashmë nuk është e mundshme, unë nuk e shoh të mundshme që zgjedhjet mbahen në të njëjtën datë. Sepse afatet kushtetuese janë kokëfurta, ne s'mundemi me adaptu e as me interpretu kushtetutën jashtë afateve. Po, a mundemi me moj zgjedhjet më hershme para zgjedhjeve lokale, në kuptimin teorik e mundshme është. Kjo mbaret normalisht edhe nga vullneti i partive tjera politike, për ne si PDK jemi mundu gjatë gjithë kësaj kohe me pas një rol konstruktiv i cili jep rrugdalje nga kjo krizë, nga ky moçal në cilin na ka vendos Albin Kurti dhe lëvizjave të vendosje. Gjitha opcionet janë të pranueshme nëse ato i japin drejtim një qeverie të re ku nuk është Albin Kurti. Faleminderit shumë.